Ti sërish ke sjellë surpriza në këtë emision të Tatokim. Sërish ke lëvizur nëpër Shqipëri dhe na ke sjellë copza të bukura të cilat i ke përcjell me aq kujdese, me aq detaj. Në radh parë kjo është meritë e TV Një Channel që krijon hapësira të tilla, Po, patjetër. Dhe e ka dhe egot vetëm televizioni, që jo vetëm të mbetet këtu në Shkodër, ose në rrethinat e Shkodrës, ose në këto bashki ngjitur ndonjëherë. Po ne marrim, domethënë nga Shkodra, mirë se kemi shkuar në Plavë Guci, Qande dhe vazhdojmë pasaj deri në Korçë. Në Korçë ishim në emision e kaluar. Tani do të jemi në Pogradec, do kemi dhe Drilonin, do të jenë dhe shumë vëdetje, do të jetë Mirdita me Mirdit. Mirdita po thuaj se zim fare në televizion lokale, e sillim ne Mirditën. E shumë bashkitë të tjera që vijnë në emisionet e Tatokim, sepse rrezja e gjeografike është jashtëzakonisht e madhe. Ndoshta jo të gjitha kanë humorin apo një informacion shumë të bollshëm, por ne jemi si e syri magjike. Ke parasysh aty te dera? Okej, shikon, çka ka? Si është? Si e kanë rregulluar e të tjerë si këta? Dhe ja se si është. Po patjetër, liçeni Pogradeci kur është i egërsuar, po ishte si i Shkodrës origjinal kur është i egërsuar. I Shkodrës është më i bukur. Nuk po e krahasojmë si herën tjetër me Shkodrës është më i bukur. Ja, kur është i egërsuar dhe atje ka dallg, e ka një zhurmë të papar. Dhe të gjithë shkodranë me siguri e kanë parë Drilonin me gjelbërim me tjera, ato pulbardat, ato varkat e tjera, ka dhe një shaka të bukur aty. Çfarë është? Është shumë e bukur. Nuk duan të japin intervistë. Pse? Po s'japin se ishin të zezë. Ishin të gjitha ata që përpiqeshin në atë liçenin e voskër të Drilonit. Ishin ca varka të bukura të lyera, roz, verdh dhe tjera tjetër. Vetëm ora bukur. E thash me vete, po si s'ka në Shkodër këtu tani ja 2 anije që dalin ndonjëherë në të rradh. Po këto varkat e vogla që ta shfrytëzojmë për në kohë qetë, domethënë. Po mirë se. Po ishte fantastike. Sa shkoj unë tani entuziazmuar një intervistë atyre, ata më njëherë, jo, nuk punoj këtu. Nuk e di kush janë. Ishe të zezë të shkreti që punojnë aty, edhe unë deklarova, hajde, gjiro pa lek sot, vini gjithë, edhe që tisni, me varka. A kishte njerëz tani në dimër? Shkodran. Po çdo tjetër ti, në një tek-tuk, në një... Po Shkodranë, gjithë. Dëshirë e jashtëzakonshme e Shkodranëve për të lëvizur. Edhe atje në Pogradec, lokale plot me Shkodranë. Kudo dëgjoje të folur në Shkodrës. Edhe të kënaqej zemra. Po e përcjellim. Që ja kaloni dhe Shkodrës. Sa kohë që punon këtu? Sa kohë që punon? Së punon këtu? Jo. Më quna. Unë tha se të japim shembullin e mirë për Shkodrën. I mora këto varka tunë, pa lek. Hajde, se janë pa lek.
Hajde bëni xhiro pa lek. Po është dajtë në zhiro.